Nuk unë gope duke ngrënë bukën tonë. Sa herë duhet me ta thënë, kjo shtëpi nuk është e jotja. Hajde nën. Nëna ime, Shefkia, jetonte me ne, por jeta e saj ishte bërë ferr. Nusja ime, Blerta, sa herë që unë isha në punë, e ofendonte dhe poshtronte. Nuk ngope duke ngrënë bukën tonë, i thoshte me zërin plot helm. Por sa po unë hyja në shtëpi, ajo kthej në një angel që i shërbente nënës. Nëna e kuptoi se Blerta e donte vetëm nëse kishte diçka për të fituar. Një ditë, ajo përgatiti një qese të vogël të lidhur mirë. Futi brenda 2 monedha të vjetra dhe një letër, dhe e fshehu në arkën e saj të vjetër të rrobave. Le të shohim se kush është vërtet Blerta, tha ajo me vete. Një ditë, Blerta i gjeti qesen fshehur azi. Syt i shkëlqyen nga lakmia. Prej asaj dite, çdo gjë ndryshoi. Nënë dashur, çfarë të gatuaj sot? Pyeste ajo me buzëqeshje të shtirë. Unë habitesha se si ishte bërë Blerta kaq e mirë, pa i ditur se ajo po priste vetëm çelsin e asaj qeseje. Kaloi një vit. Blerta i shërbente nënës sikur të ishte mbretëresh. Por sa herë që gjente rastin e pyeste: "Nën, po ato gjërat e vjetra që ke në ark, a do t'i lësh për fëmijët tanë?" Nëna buzëqeshte me dhimbje. "Kush do të më shërbej më mirë? Ajo do t'i marrë të gjitha." Një mëngjes, nëna u ndje shumë keq. Kishte dhimbje të forta në gjoks. Ndërsa unë po nxitoja ta nisja për në spital, vura re se Blerta nuk po më ndihmonte. Ajo ishte futur në dhomën e nënës dhe po kërkonte me dëshpërim nëpër ark për të gjetur qesen me Flori. Ndërsa nëna po lëngonte në spital, Blerta erdhi aty me një fytyrë të nevrikosur. Ajo e kishte hapur qesen dhe kishte gjetur vetëm 2 monedha të pavlera dhe letrën e nënës. "Si mund të na gënjesh kështu, plake?" i përshpëriti ajo te veshit me urrëtie. Nëna hapi syt dhe e shikoi me qetësi. "Nuk të gënjeva unë, Blerta. Të gënjeu lakmia jote. Në atë letër shkruhej: Floriri nuk blen shpirt njeriu. Ti tregove se për 2 para je gati të më lësh të vdes pa më dhënë asnjë gotë ujë." Unë i dëgjova të gjitha nga pasdere. Kur pash sytë e përlotur të nënës dhe fytyrën e ligë të gruas sime, kuptova se kisha jetuar me një të huaj. "Dil jashtë, Blerta," i thash. "Ti nuk meriton as monedhat e vjetra të nënës sime, e jo më bekimin e kësaj shtëpie." Ndërshmëria dhe dashuria për prindrit nuk bëhet me kushte. Mos prisni t'u shërbeni prindërve vetëm kur mendoni se do të trashigoni diçka, sepse mallkimi i prindit është më i rëndë se çdo pasuri. Po ju, a keni parë raste të tilla ku paraja i ndan familjet? Komentoni mendimin tuaj.